Kur e takova për herë të parë, isha e sigurt se e kisha gjetur shpirtin. Ai ishte i butë, i përkushtuar dhe gjithmonë më bënte të ndihesha e veçantë. Ne ndërronim për një familje të vogël, të bukur, me zhurmën e fëmijëve, një jetë të thjeshtë dhe me të gjitha plot dashuri. Por koha kalonte dhe asgjë nuk ndodhte. Kontrollimet mjekësore zbuluan një realitet që më thoshte se nuk do mundesha të bëhesha nën. Zemra më thye, por e fsheha atë dhimbje për të. Sepse ai ishte gjithmonë optimist, më thoshte, "Paranci, ne të jemi mirë, të dua vetëm ty." Por me kalimin e muajve diçka ndryshoi. Ai u largua ngadalë, jo me fjalë, por me heshtje dhe ftohtësi. Ndjeva si gjarpër që po ngjitet në thellësi duke humbur frymën. Ai që më kishte premtuar botën, më la vetëm një plagë të thellë në shpirt. Në atë moment kuptova diçka që më ndryshoi përjetë. Dashuria nuk është gjithmonë ajo që mendojmë dhe ndonjëherë ajo që duket e pathyeshme thyhet nga gjërat që nuk mund t'i kontrollojmë dot. Nuk e di nëse do të jem një ditë nën, por di vetëm që duhet të mësoj ta dua veten time së pari, më shumë se kur. Historia ime nuk është për të qarë, por për të kuptuar se në jetë na vjen ndonjëherë prova ose provë që nuk e kemi zgjedhur ne, dhe ndonjëherë duhet jemi mjaftueshëm të fortë për të ecur përpara, edhe kur diçka duket sikur po thyhet. Faleminderit që kontaktove në podcast me Elisën dhe dëshirove të bëhesh pjesë e jona. Shpresoj që historia jote të shkojë edhe tek ato vajza dhe gra që nuk kanë mundësinë që të jenë nën, dhe pse unë ju uroj me gjithë shpirt, me gjithë forcën e shpirtit hynor të Zotit. Nuk e di çfarë të them më, sepse ndonjëherë është e vërtetë që unë kur kam raste të tilla më ndodh që të emocionohem, sepse në fund të ditës ne jemi njerëz, sado që të fortë mund të paraqitemi këtu edhe profesionalisht. Përsëri unë jam njeri, jam grua dhe e kam këtë ndjesinë. Uroj shumë që ky rrëfim të ketë arritur në zemrat e juaja. Në fakt rrëfimet unë e di që janë shumë të bukura kur i bën në formë interviste, sepse ndikojnë edhe më tepër tek njerëzit, por ne kemi zgjedhur këtë mënyrë duke qenë se podcast me Elisën kaq e ka mundësinë, është brenda një studio që ndodhet në shtëpinë time dhe deri në një moment që unë do kem një buxhet. Prandaj unë ju bëj gjithmonë thirrje, ju lutem më bëni subscribe në YouTube që të marr të paktën ndonjë lek të vogël, sepse unë kam nisur me pasion, por u bë kaq vite dhe mendoj që duhet të marr diçka të paktën që të më japi frymëzim, jo se do marr lekë të dynjas, nuk të paguon YouTube shumë në Shqipëri për fatin e keq. Është shumë i mirë YouTube, po prap nuk është se jemi në shtetet e Europës edhe të Bashkimit Evropian edhe të kemi pagesat ashtu siç ne i meritojmë. Prandaj them që po të më jepni një mundësi të më bëni subscribe, të merrni telefonat e gjyshëve, të gjyshrave, nuk ka problem, ata ndjekin as ndjekin. Ata do ndjekin mua se kanë qef Vox Pop që unë bëj, por gjithsesi do më ndihmoni thjesht masë shumë që të kisha mundësi të bëja diçka më tepër se sa brenda shtëpisë. Faleminderit shumë dhe uroj që të shihemi në një tjetër podcast me një tjetër rrëfim.